Këngëtarja Fifi, e cila ka qenë më parë pjesë e spektaklit të njohur Big Brother VIP Albania, ka një njohuri të thellë për dinamikën e brendshme dhe mënyrën se si funksionon ky forma. Përvojat e saj brenda shtëpisë i kanë dhënë mundësinë të kuptojë jo vetëm lojën strategjike, por edhe emocione dhe sfidat që përballen banorët gjatë qëndrimit në këtë ambient të izoluar dhe të tensionuar. Në edicionin aktual, Fifi ka treguar hapur për krahjen e saj për Brikenën, një nga banorët që ka tërhequr vëmendjen e publikut me personalitetin e saj të veçantë dhe qëndrimin e fortë brenda lojës. Ajo ka theksuar se ndjek me vëmendje çdo lëvizje të Brikenës dhe se shikon tek ajo një kombinim të vendosmërisë dhe kurajos, që e dallon nga pjesa tjetër e banorëve. Më tej, Fifi ka zbuluar një detaj interesant nga horoskopi i Brikenës, duke thënë se ajo i përket shenjës së dashit. Sipas këngëtares, kjo shenjë astrologjike lidhet ngushtë me tiparet karakteriale të Brikenës, duke përfshirë guximin, energjinë e pashtershme dhe një dëshirë të fortë për të arritur atë që synon. Fifi sugjeron se këto karakteristika janë të dukshme në sjelljet e Brikenës brenda shtëpisë, dhe se ato e bëjnë atë një figurë të fortë dhe mbretëlënëse për shikuesit. Për më tepër, Fifi ka shtuar se mbështetja ndaj Brikenës nuk është thjesht një simpati personale, por një vlerësim për mënyrën se si ajo përballet me sfidat, konflikte dhe lojëra strategjike brenda formatit, duke treguar një maturi dhe një forcë të jashtëzakonshme që e bën të dallueshme në mes të banorëve të tjerë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.